Përshëndetje shenja ujorit, kjo është panorama javore. Për momentin, interpretimi do t'jetë pak më i reduktuar dhe në këtë formull, shkak është një angazhim personal. Java për ju fillon me kartën e qenit. Kjo kartë simbolizon besnikëri, mbështetje dhe një person të besueshëm. Në fillim të javës ju mund të ndjeni praninë e dikujt që ju mbështet ose që qëndron pranë jush në një situatë të rëndësishme. Mund të jetë një mik, një bashkëpunëtor ose një person që ju ofron ndihmë dhe besim. Më pas shfaqet tërfili. Tërfili simbolizon fat të vogël dhe një moment të papritur pozitiv. Kjo sugjeron se në fillim të javës mund të ketë një situatë që sjell lehtësim ose një mundësi të vogël që ju jep ndjenjën se gjërat mund të përmirësohen. Më pas kemi hënën. Hëna lidhet me ndjenjat, intuitën dhe reflektimin emocional. Kjo tregon se situatat që ndodhin gjatë javës nuk janë vetëm praktike, ato prekin edhe botën tuaj emocionale. Ju mund të reflektoni për ndjenjat tuaja dhe për mënyrën se si lidheni me njerëzit përreth. Pas kësaj shfaqet fshesa. Fshesa simbolizon përballje, diskutime ose nevojë për të pastruar një situatë. Mund të ketë një moment ku ju ndjeni nevojën të sqaroni diçka që ka mbetur pezull. Kjo mund të shfaqet si një bisedë drejt për drejt ose si një moment ku tensioni del në sipërfaqe për t'u zgjidhur. Më pas shfaqet ania. Ania simbolizon lëvizje dhe ndryshim drejtimi. Pas përballjes ose sqarimit, situata mund të fillojë të lëvizë përpara. Mund të jetë një vendim për të ndryshuar perspektivë ose për të lëvizur nga një situatë që nuk ju shërben më. Më pas kemi lejlekun. Lejleku lidhet me ndryshimin dhe transformimin gradual. Kjo sugjeron se ndryshimi që fillon gjatë javës mund të sjellë një proces transformimi në jetën tuaj. Lejleku shpesh tregon një fazë ku diçka po evoluon drejt një forme të re. Në fund kemi drapri. Drapri është një kartë që simbolizon vendim të shpejt ose ndërprerje të menjëhershme të një situate. Kjo sugjeron se java mund të përfundojë me një moment ku ju merrni një vendim të prerë ose ku një situatë ndryshon papritur. Këtu lidhet edhe karta e Prism Oracle që është frustrim, e cila sugjeron se gjatë këtij procesi mund të ketë momente ku ju ndjeni të tensionuar ose të lodhur nga një situatë që kërkon zgjidhje. Frustrimi shpesh lind kur diçka nuk lëviz aq shpejt sa dëshirojmë ne, por gjithashtu mund të jetë edhe shtysa që ju çon drejt një vendimi të qartë. Pra, ju filloni javën me mbështetjen e një personi të besueshëm dhe me një moment të vogël fatlum që sjell një ndjenjë shprehëse. Megjithatë, ndërsa java përparon, ndjenjat dhe reflektimet emocionale mund të bëhen më të thella. Një bisedë ose një përballje mund të jetë e nevojshme për të pastruar një situatë që ka krijuar tension. Pas këtij momenti, energjia fillon të lëvizë dhe ju mund të ndjeni se është koha për të ndryshuar drejtim. Ky ndryshim mund të zhvillohet gradualisht dhe të sjellë një transformim në mënyrën se si ju e shihni situatën. Në fund të javës, një vendim i prerë ose një ndryshim i papritur mund të mbyllë një situatë dhe të hap rrugë për një fazë tjetër. Paçim.